Tani e ka radhën, kush e ka radhën? Alo? Ana? Po? E more vesh për Mozën mi? Moza? Që ka Moza? 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 Asi você li mata, ai se ci pegu, ai se ci pegu. Përfiton aq shumë sa duhet të gjesh një mënyrë që t'i shpenzosh të gjitha. Me paketën mujore Plus, për vetëm 1000 lek, përfiton 4500 minuta brenda Plus, 90 minuta jashtë Plus, 400 SMS brenda Plus dhe 490 MB. Eja në Plus dhe zgjidh ofertat më të mira me çmimin më të lirë, sepse Plus të përket ty. Jemi kthyer në studio të nderuar miq, pra ndodhemi në këtë transmetim të drejtë për së drejti për gjithë ju që sapo hapët ekranin tuaj në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Përpara se të shkëputeshim për të ndjekur edicionin e fundit të lajmeve në televizionin publik shqiptar, ishim duke folur, prezantuam historinë e Albana Bicos dhe unë do doja të jepja fjalën Bernardit për t'ju dhënë dhe një herë cilat kanë qenë informacionet që janë ngërmbulluar për këtë histori, për të vajzë të zhdukur që nga viti 1996, apo jo Bernard? E cila deri më sot nuk ka dhënë asnjë shenjete për familjen e saj dhe për të gjithë ata të cilët e kërkojnë dhe presin që ajo të kthehet një ditë. Atëherë ku jemi me këtë histori? Atëherë unë po i bëj një përmbledhje shumë të shkurtër, meqense patëm një shkëputje nga edicioni i lajmeve. Albana Bico aktualisht duhet të jetë 38 vjeçë, është nga qyteti i Lushnjës dhe ka humbur në datën 22 qershor 1996. Në atë kohë ai ishte rreth 22 vjeçë dhe punonte në një furr bukë në afërsi të shtëpisë së saj tek një person i quajtur Safet Manati. Është një emër që ne kemi përmendur vazhdimisht pasi ka qenë person, si thua, i përfshirë në mënyrë direkte në këtë histori, pasi ka qenë edhe dëshmitar i kësaj historie. Jeta e saj vazhdonte në rrugë normale, pra derisa një javë para zhdukjes i ka pohuar nënës se ishte njohur me një djalë i cili ishte po prap nga Lushnja, i quajtur Leonard Golemi, i cili jetonte në Itali dhe ishte i pajisur me dokumenta të rregullta dhe vente dhe vinte her mbas here në Shqipëri. Në ditën në cilën ajo ka humbur, ka vajtur si çdo ditë në punë, shkonte rreth orës 7 të mëngjesit dhe rinte diku deri rreth orës 3 apo 4 mbasdite, siç duket në bazë të thonave të pronarit të furrës së bukës, rreth orës 12 ajo është kthyer në shtëpinë e saj që ndodhi në afërsi të dyqanit të furrës së bukës, ka mbaruar disa punë dhe më mbrapa është kthyer prap në punë derisa ka mbaruar turnin e saj. Më mbrapa personi, Safet Manati, nuk di asgjë se çfarë ka ndodhur me të. Por në fakt ka qenë një person tjetër, i cili tashmë nuk jeton më, i cili ka pohuar se e ka parë në afërsi të shtëpisë së saj, ka hyrur në një Benz të bardhë me targa të Lushnjës, e ka parë që është larguar. Po ashtu ka dëgjuar edhe një bisedë të Albanës që ka bërë me një komshien e saj. Komshia e ka pyetur se ku po shkonte dhe i ka deklaruar se mos ki merak sepse jam me Leonardin dhe ndërkohë është përmendur edhe një person tjetër i quajtur Vangjel Ferracaku, i cili është dhe i afërm i familjes. Për këtë të fundit vet pronari ka pohuar se përpara se të humbiste vinte shpeshherë dhe e takonte. Ndërkohë familjarët e kanë pyetur personin në fjalë nëse dinte diçka për Albanën dhe ai i ka mohuar kategorikisht takime që mund të kishte pasur me Albanën tek vendi i saj i punës. Deri këtu ka mbetur historia ajo çfarë dihet. Megjithatë nga publikimet e hermasershme që ne kemi bërë për rastin e Albanës, kanë qenë 2 pista kryesore ku ne jemi mbështetur. Në fakt, në total mund të konsiderohen 3 të tilla pasi duke qenë se mendohet se mbase Albana mund të kishte krijuar një lidhje dashurie me Leonardin dhe mund të ishte larguar në drejtim të Italisë, nuk mund të themi se ka patur informacione të shumta që kanë ardhur nga Italia dhe mund ta vërtetonin këtë gjë. 2 pistat kryesore ku ne jemi përqendruar gjithnjë në bazë të dëshmive që kanë thënë teleshikuesit janë pista e Greqisë dhe pista e Anglisë. Pista e Greqisë është një pistë e cila pjesërisht është dhënë nga familjarët dhe një pjesë tjetër është pohuar dhe në emisionin Njerëz të humbur.
Për herë të fundit ne kemi mbetur në vitet 2007-2009, një telefonues ka deklaruar... Pra ka pas persona të cilët e kanë parë rreth këtyre viteve, apo jo? Gjithnjë bazohen tek fotoja e saj, nuk kanë të dhëna të shumta të cilët mund ta vërtetojnë. Për Alban apo për një person tjetër? Flitet për vitet 2007-2009, atëherë ishte thënë se është parë në Palmira, në Paliofalioro, në Greqi, në Athinë. Është parë në këtë vend kryesisht gjatë sezonit të verës, e shoqëruar me disa gra shqiptare dhe me një burr që me shumë mundësi në bazë të telefonuesit mund të ishte bashkëshorti i zonjës në fjalë që dyshohet se mund të jetë albana. Gjithashtu kishin qenë në shoqërinë një djali që në atë kohë, pra flitet për vitet 2009, mund të ishte rreth 6 apo 7 vjeç. Gjithnjë personi bazohet mbi fotografinë. Më mbrapa mund të themi... informacion, pra erdhi në emisionin tonë, flitej gjithmonë për një lagje të Athinës Paliofalioro, në qoftë se na ndjeki momentalisht nga kjo zona e Athinës, dhe unë do doja herë të shikonin mirë foton e Albanës, në qoftë se flasim për të njëjtin person, pasi asnjëherë nuk u zbulua, në qoftë se kjo zonjë e cila ishte parë pra në Palmira të Paliofaliros, ishte vërtet Albana Bico që ne kërkojmë. Për të mbështetur, si thuash, informacionin që kam mbritur në redaksin tonë, një pohim të ngjashëm na kanë thënë dhe familjarët që sipas tyre në korrik ose në gusht të 2008-s, një person i cili kishte ardhur nga Greqia, me të cilin kishin lidhje indirekte nëpërmjet një të afërmit të tyre, deklaron se ka parë një vajzë të ngjashme për të cilën mendon se mbase mund të jetë albana në Lamia të Greqisë. E kishte takuar në një lokal, por që për fat të keq adresa e saktë edhe emri i lokalit nuk dihen. Ka bërë muhabet me këtë vajzë dhe si përfundim vajza i ka pohuar se ishte nga Berati dhe se quhej Manjola. Por është shumë interesant fakti se ajo gjatë muhabetit i kishte pohuar se kishte 2 dajo në fshatin Stan Karbunar të Lushnjës me emrat Lazar dhe Lambri, gjë për të cilën dhe familjarët pohojnë se është vërtet se janë 2 emrat e dajove të Albanës. Ky informacion për çfarë vitesh flasim? Flitet për në verën e 2008-s, në korrik gusht të 2008-s. Pra, për historinë e Albana Bicos, ne jemi përqendruar, se dëgjua dhe nga informacioni që kanë ardhur në emisionin tonë, në Greqi, midis Athinës dhe Lamias. Këto kanë qenë pra informacione që kanë ardhur, të shpresojmë që sonde të gjitha ata të cilët janë duke ndjekur emisionin tonë, është një emision i drejtë për së drejtë, juve nëse keni informacione për këtë zonjë mund telefononi edhe sonte. Duke qenë se personi kishte të njohur në fshatin Stan Karbunar të Lushnjës, dhe i ka përmendur dhe 2 emrat, i personin në fjalë i ka thënë që ju e dini se çka ndodhur me njërin, po e ka marrë vesh njërin nga dajot e mi, dajo e madh ka vdekur. Gjë që prap është e vërtetë sepse familjarët e kanë pohuar këtë gjë. Por fatkeqësisht informacioni ka mbetur këtu, pasi personi nuk ka ditur, nuk ka mbajtur mend të dhëna të tjera, qoftë për adresën e saktë apo emrin e lokalit, dhe ka qenë e vetmja herë që ai e ka takuar. Ka qenë thjesht i rastishëm, vizitor i rastishëm në atë lokal dhe nuk di detajet e tjera. Por kjo ishte pista e Greqisë. Do të jemi në pritje të informacioneve që vijnë për këtë histori. Kemi ndonjë pistë tjetër, a ka pas ndonjë telefonat? Atëherë, mund të themi se e gjithë vëmendja jonë momentalisht është përqendruar në Angli, duke qenë se numri më i madh i informacioneve për Albanën ka mbritur nga Anglia. Atëherë mund ta marrim në rrjedhë kronologjike në vitin 2008 thuhet se është parë në Stratford të Londrës, është një vajzë ngjashme me Albanën dhe jetonte vetëm. Ndërkohë për sa i përket viteve 2009 kanë qenë disa orientime të ndryshme. Pikë së pari ka qenë një telefonues i cili ka thënë se e ka parë në Costa Cafe në Westfield Shopping Center në Londër, i shoqëruar bashkë me një fëmijë, një djalë 4-5 vjeç, dhe gjithashtu bashkë me 2 vajzat e tjera shqiptare. I ka parë rastësisht në një lokal, i ka dëgjuar teksa flisin shqip, edhe të paktën bazohet vetëm tek foto. Nuk është se kanë biseduar me të. Nuk është se kanë biseduar. Ndërkohë po prap thuhet se është parë në lagjen Wood Green të Londrës, dhe informacioni tjetër që është më i vonë, si thuash, po prap në vitin në fund të 2009-s, edhe ndoshta mendohet se edhe në ditët e sotme, vazhdon të jetojnë në Londër. Në fakt, kanë qenë disa informacione që thoshin se mbase ajo edhe mund të shfrytëzohet për qëllime prostitucioni. Kanë dhënë dhe emrin e një personi që ndoshta mund
mund të jetë personi i cili e shfrytëzon, por sigurisht që këto nuk do të bëhen të ditura, por megjithatë këto kanë qenë në rrjet kronologjike informacionet për Albana Bicon. Greqia kanë qenë disi të mjegullta, por megjithatë informacioni që vinte nga Lamia, familjarët i ka bërë të dyshojnë goxha, edhe mbi të gjitha të shpresojnë sa e mund të jetë gjallë. Ndërsa përsa i përket informacionet të Londrës, vërtet kanë qenë të shumta në numër, por asnjëra prej tyre nuk ka dhënë diçka të saktë. Kemi të bëjmë vërtet me Albana apo me një person tjetër. Ndërkohë do të jemi në pritje e jure duke ndjekur foton e saj, sot ajo do të jetë 38 vjeç dhe ka humbur kontaktin me familjarët nga viti 1996, nuk kanë asnjë lajm për fatin e saj. Dhe njëherë luten të gjitha ata persona të cilët ndoqën historinë pan pra foton e saj, në qofse e njohin, në qofse kanë parë këtë vajzë, por dhe vetë Albana të lajmërojë sepse familjarët e saj, nëna dhe babai, siç ndoqëm dhe nga inserti, nga kronika, vazhdojnë të presin lajme prej saj. Atëherë do të jemi në pritje, unë shpresoj që sonte të kemi telefonata, me sa dëgjoj vazhdojnë të vinë telefonatat në këtë mbrëmje edhe për këtë histori. Dua të falenderoj të gjithë ata të cilët kanë telefonuar dhe kanë dhënë informacione për Farie Tafën. Të paktën nga një sy paraprak që unë i hodha gjatë momentit që ju ishte duke ndjekur pra edicionin e lajmeve, ne bëm një analizë të gjithë informacionet që kanë ardhur për momentin dhe jemi përqendruar për Farien në Kosovë, nuk e dim vërtet është Farie Tafa ky person që kërkojmë, megjithatë është dhënë sonte edhe një informacion po nga Shkodra. Ndërsa për Ramazan Zunën vazhdojnë të ngelemi ndërmjet dy pistave, ajo e Havalës ngjarjes që ka ndodhur në Havala me zhdukjen e një personi, ka pra teleshikues cilët pohojnë se ndoshta ky mund të ketë qenë Ramazan Zuna dhe pistës tjetër e cila vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë do të jemi në pritje për Arjan Bulkun, kemi po Benard? Për Arjan Bulkun faktikisht është thjesht një informacion që na orienton disi. Ka qenë një person i cili ka shkruar në faqen tonë zyrtare në Facebook dhe ka dhënë emrat e dy kompanive të cilat merren me punësimin e shqiptarëve, kryesisht në zonën e Afganistanit ose shumë mirë, sepse ne mund bëjmë një verifikim paraprakisht nëse ky Ariane ka aplikuar. Sonte sërish për Ariane kishin ardhur disa mesazhe në numrin Plus Mobile, më të cilat vinin po nga Kosova. Gjithsesi do të jemi në pritje, ka dhe disa të reja të tjera, megjithatë ndoshta në fund të emisionit do të bëjmë një përmbledhje të gjitha këtyre informacioneve. Të nderuar miq, në këto momente kalojmë në një histori tjetër, në një rast tjetër, të cilin ne prezantuam dhe javën e kaluar, ka qenë një rast urgjent që ka ardhur në emisionin ton. Bëhet fjalë për një vajzë 14 vjeçare, Valentina Marku, e cila ka lindur në Kukës, por familja ka banuar në Durrës dhe në 2 korrik të këtij viti ajo është zhdukur pa lënë adresë. Javën e kaluar është publikuar historia e saj, ka pasur disa të dhëna të rëndësishme, madje nga policia kanë marrë në emisionin ton, familjar 2 vëllezrit kanë shkuar dhe kanë verifikuar në spitalin Nën Tereza, pra nëse personi që ishte gjetur do të ishte Valentina, mbasi kanë parë, kanë bërë verifikimet, kanë vërtetuar se nuk ishte motra e tyre. Megjithatë sonte i kemi të ftuar në studio 2 vëllezrit, Elionin dhe Veliun, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ju shkuat pra si sot java dhe bët një verifikim, nuk ishte Valentina. Ne shkuam, por verifikim të saktë nuk bëm, sepse aty tha nuk lejohet të futesh në teor, po tha po ju ndihmojmë të marrim në telefon ata që punojnë aty dhe na thanë që është një 35 vjeçare, domethënë që nuk është. Ishte lidhje me nuk na la dyshime që të shkonin prapë. Po, e kuptoj, të paktën hoqet një merak të madh. Megjithatë, gjatë kësaj jave, çfarë keni marrë vesh në një lajm apo policia çfarë ju thot për Valentinën? Po, asgjë nuk është konkrete, domethënë që na çoj diku, po edhe policia nuk bën asgjë, thot thjesht më thuaj ku dyshoni ju dhe unë shkoj të kërkoj. Po problemi është ne s'kemi as pikë ku janë humbur gjurmët, domethënë ne kena ardhur nga atje dhe e kemi lënë pas dorë domethënë 1 ditë 2 se mos vjen vet, dhe domethënë nuk ka asnjë lloj informacioni. Do doja regjia dhe njërë të më ndihmonit me foton e Valentina Marku, t'japim të dhëna Dorina të Valentinës, duke shpresuar se ndoshta na ndjekin sonte shumë teleshikues dhe japin informacione për vajzën. Po, Dorin. Tër Valentina Marka nga Kuksi, mosha e saj aktuale 14 vjeç, ka humbur kontaktet në 2 korrikun e vitit 2012 në drejtim të paditur. Ka qenë ora 12 e mbrëmjes të datës 2 korrik, kur Valentina ka dalë në obor të mbushi ujë dhe njëkohësisht i thot nënës të saj prit se erdha, që nga ai moment familjarët kanë humbur gjurmët me Valentinën.
gjatë publikimit të rastit, javën e kaluar, kanë bërritur disa informacione të cilat lokalizojnë zonën si Durrësi, pra bëhet fjalë për datën 11 korrik të vitit 2012. Një zonjë deklaron që ka parë në mëngjesin e datës 11 tek stacioni i trenit në Durrës ishte në shoqërinë e një vajze bjonde, një shoqes së saj. Dhe të dyja bashkë kishin nga një çantë në dorë dhe duke si ku do të merrnin autobusin për linjën e Tiranës. Në po të njëjtën ditë, por në një zonë pra lokalizohet zona e Tiranës dhe bëhet fjalë për orën 2 të drekës, e kanë parë tek shkolla e bashkuar në Tiranë, ka marrë autobusin e kombinatit dhe ka zbritur tek Bira Tirana. Zotëria që jep informacionin bazohet thjesht tek fotoja. Gjithashtu duhet theksojmë dhe një informacion tjetër që bëhet fjalë për 4-5 ditë më parë në Durrës tek plazhi, tek pista e Liria, ka qenë sërish në shoqërinë e kësaj vajze bjonde. Dhe të dyja së bashku kanë marrë një gabinë që ndodhej në këtë plazh, kanë qëndruar për gati një vit. Nga informacioni që zonja jep, deklaron se mosha e tyre vogël, gjithashtu dukeshin paksa të trembura dhe nga veshja që ato kishin. Këto janë informacione, gjithashtu duhet të theksojmë që kanë bërritur dhe 3-4 informacione për zonën e Kallamatës të Greqisë. Nuk e dim se sa i vërtet është ky informacion, sepse njerëzit thjesht bazohen tek fotoja dhe asnjë gjë konkrete. Ne sot ndërkohë jemi në pritje të informacioneve për gjithë ata persona që kanë parë Valentinën këto ditë, janë të lutur të telefonojnë. Do doja të pyesja vëllezrit, ju keni njohur ndonjë shoqe të saj bjonde, a shoqëruar kohët e fundit me ndonjë vajzë bjonde? Për këtë si çfarë përfolet, domethënë unë shkova u interesova tek shtëpia e tyre dhe ata nuk pohonin asgjë, thonin që unë nuk kam pas lidhje këto e fundit, por nuk tregojnë asgjë, thënë thjesht e kena parë kështu, por nuk... Ka pasur ndonjë shoqe bjonde kohët e fundit të shoqëruar me ndonjë vajzë? Kështu si janë këto informacione, na kanë ardhur edhe ne atje që është shoqëruar me një bjonde, dhe unë kam shkuar tek shtëpia e saj, që jam për të marrë një informacion, sa do të më ndihmoj, i kam thënë se ku mund ta gjej, po ajo thotë që s'kam pas fare lidhje, nuk absolutisht nuk tregon asgjë. Nuk e dim është kjo vajzë bjonde apo është dikush tjetër, apo jo? Edhe kjo ka mundësi. Në qoftë se ju ndjej sonte Valentina, çfarë do t'i thoshi kanë kaluar pra nga 2 korriku, po... Do t'i thoja që ka bërë një gjë të madhe, domethënë që familja e saj të kërkon, domethënë është një nënë e saj që e pret në shtëpi dhe ajo është mërzitur çdo ditë, thotë unë e shoh sikur erdhi sot, sikur po vjen më vonë, është edhe është e smuar ajo, do t'i thoja që në rast se më dëgjon për hir të saj nënë të më dëgjoj fjalën dhe të vi, ajo e pret me padurim. Unë do doja t'ju thosha diçka, nëse Valentina është vetëm 14 vjeç, apo jo është një adoleshente, nuk e dim se çfarë mund të jetë mërzitur momentet e fundit, nëse ajo dëshiron të kthehet, por nguron sepse ka frikë. Mirë do t'ishtit t'i deklaronit se nuk ka pse të ketë frikë. Personat që duan më shumë në jetë janë familjarët e saj, apo jo? Po pikërisht dhe personi më kryesor në këtë që është jam unë, më që kam pasur lidhje më të afërt me të dhe prandaj jam unë këtu për që ajo ka besim tek unë, e di shumë mirë se unë se kam prekur në herë me dorë dhe di se unë për atë jam kthyer nga atje, kam lënë punën atje për ta rikthyer atë për të ardhur pranë familjes. Kjo është e gjitha. Domethënë i bëj thirrje dhe jam të lutur gjithë ata që na japin ndonjë informacion që ku mund ta gjejmë. Edhe diçka tjetër sa e gjatë është Valentina dhe si ka qenë e veshur atë ditë? Domethënë e veshur ka qenë siç kam thënë në radhën e parë, me një palë pantallona jeans të gjëra dhe një bluzë të zezë. Me atlete. Me atlete. Dhe gjatë 1.55, 1.60, diçka e tillë, nuk është 1.55, 1.60. Ka pas ndonjë shenjë të veçantë, ndonjë nishan apo diçka? Jo, shenja s'ka pasur. Atëherë do të shikojmë, të shpresojmë që të kemi diçka sonte dhe njërë do t'ju bëja thirrje të gjithë atyre qytetarëve që na ndjekin nga Durrësi, Tirana, apo nga gjithë rrethet e Shqipërisë, nëse e kanë parë këtë vajzë, do t'i luteshim, është vetëm 14 vjeç. Nuk e dim se si kanë qenë rrethanat kur ajo është larguar, ndoshta ka qenë e mërzitur, është një adoleshente. Gjithsesi, në qoftë se më ndjek sonte, unë do t'i thoshja Valentinës të telefonoj, të njoftoj që shëndoshe mirë dhe të kthehet në familje, sepse më shumë se vëllezrit e saj, se nëna e saj, askush nuk e do. Çdo gjë ka kaluar, të gjitha jam shqyrë që dëgjuat dhe nga ato që tha vllai, ai ka ardhur tu vetëm e vetëm që ajo të kthehet në shtëpi duke e siguruar se asgjë nuk do të ndodhë, përkundrazi jeta do të vazhdojë ashtu siç ka qenë më përpara. Do të jemi në pritje, Dorina, kemi diçka tjetër për Valentinën? Jemi në pritje të informacioneve që do të na vinë ditën e sotme. Të shpresojmë edhe njerë ju bëjt thirrje të gjithëve që na ndjekin nga Durrësi, Tirana,
Ka humbur ose më mirë zhdukur në rrethana misterioze një vajzë 14 vjeçare ditën e 2 korrikut të këtij viti. Ka dalë nga shtëpia e saj në Durrës. Në çfarë zone të Durrësit ju keni jetuar? Banoni? Në stacionin Gjavzotaj, stacioni Zoteknik Gjavzotaj, komuna Rashbull. Komuna Rashbull, pra në stacionin Gjavzotaj. Po. Për të gjithë ata që ndoshta ka qenë mes darkë, apo jo, mbrëmje ka qenë, sa ka qenë ora? Ora 11 e natës, ka qenë mes dalë të natë. mbushi ujë, sa larg ishte pra... Ngjitur më shumë afër, më punë metra, 5 metra, do të thonë është ngjitur më atë, po problemi është... Ishte hera e parë që mbushte ujë, apo gjithmonë vazhdimisht dilte në atë orë, nuk ishte ndonjë... Jo, mbushte ujë gjithmonë dhe rrinte në shtëpi, nuk ka... Ndodhën në hetë rrinte një natë jashtë, do të thonë, kjo është diçka që na bën edhe ne mendojmë gjëra të tjera, u bën shumë kohë. Nga të gjithë ka pasur pra banor të tjerë shtëpi ngjitur aty ku ju mbushni ujë, kanë vënë re diçka apo ka pasur persona të tjerë që mbushnin ujë, jeni informuar për këtë? Jemi informuar se janë dëgjuar disa zëra, por nuk e dim se sa e vërtetë është kjo. Domethënë janë dëgjuar disa zëra, po nuk e dim se si. Domethënë në atë orë janë dëgjuar një makinë që ka lëvizur, po nuk është parë. Se mundet kemi të bëjmë dhe me rrëmbim. Gjithçka mund të ndodhi, është vetëm 14 vjeç. Edhe një herë të nderuar miq, të gjithë ju që na ndiqni momentalisht, nëse keni informacione të dhëna për këtë vajzë 14 vjeçare, e cila është zhdukur që nga 2 korriku vitit 2012, pra i këtij viti, unë do t'ju thosha se ajo ka qenë ora 11 e mbrëmjes, ka dalë të mbushi ujë, si zakonisht nuk është kthyer më në familje, vëllezërit e saj, nëna, të gjithë janë të shqetësuar, është bërë denoncimin në polici. Policia ka bërë kërkimet e veta për momentin, nuk kemi asgjë konkrete të vërtetoj pra se Valentina ndodhet diku. Ka pasur, që dëgjuam dhe nga informacionet e javës kaluar, disa të dhëna, disa ne i kemi verifikuar, nuk kemi të bëjmë me Valentinën, pasi gjatë gjithë kësaj jave kemi ecur pra në të gjitha rrugët e Tiranës për të parë me foton e saj, mos ndoshta e hasnim, s'kemi diçka konkrete për momentin. Kjo na ka bërë t'i kthemi sërish prapë publikimit të fotos së saj. Të shpresojmë se ajo është shëndoshë mirë dhe ndoshta duke ndjekur emisionin tonë, duke dëgjuar dhe thirrjen tuaj do të telefonoj. Atëherë do të jemi në pritje për këtë histori dhe në këto momente kalojmë në një rast tjetër, siç u thash dhe në fillim të emisionit, sonte do të publikojmë 2 histori të cilat ne nuk i kemi publikuar më përpara. Do të kalojmë tani në historinë e Astrid Ratës. Familjarët e tij kemi të ftuar në studio. Pikërisht motra e tij, zonja Samidie, së bashku me bashkëshortin, zoti Milahimi Mbrëma, dhe njëherë mirë se keni ardhur. Përpara se unë t'ju jap fjalën, do doja të gjithë së bashku të ndiqnim si ka humbur pra lidhjet me ju, Astridit, cilat kanë qenë kontaktet e fundit dhe duke shpresuar se të gjithë ata që na ndjekin, duke parë foton dhe të dhënat e tij, do të ndihmojnë me informacione. Ndjekim insertin dhe kthehemi më njëherë në studio. Çdo mosh e kupton ndryshe jetën. Një fëmijë përgjithsisht përballet me anet të bukura të saj, ndërsa një i rritur me realitetin. Ky realitet shpeshherë ka qenë mjaft i ashpër, sidomos në Shqipërinë e pas viteve 90. Të ndërtosh një të ardhme duhet të punosh, e atë punë shpeshherë shqiptarët mund ta gjenin të përshtatshme për nevojat jetësore të tyre vetëm jashtë vendit. Kështu e kuptoi dhe veproi dhe Astrid Rada nga Kuksi, i cili që në moshën 22 vjeçare, me shumë sakrifica, arriti të largohej jashtë Shqipërisë, duke synuar të mbërrinte në Angli. Mes 5 fëmijëve, ai ishte djali i madh dhe përgjegjësinë për të krijuar një mirëqenie të përbashkët për familjen e ndjente akoma më shumë. Në shtatorin e vitit 1998, ai udhtoi bashkë me Shpëtimin, një kushëririn e tij me të cilin fillimisht mbërritën në Belgjik. Kur mbërritën në këtë shtet, planet nuk po funksiononin ashtu siç e kishin menduar. Udhëtimi nga Belgjika për në Angli do të kryhej nëpërmjet një kamioni. Duke qenë se ishte një numër jo i vogël personash pa dokumenta të cilët do të shkonin drejt Anglisë, Astridi nuk mundi të ishte në listën e atyre që arritën të largoheshin. Këtu u ndërprej dhe ëndra e tij, duke mbetur i vetëm, pasi Shpëtimi arriti të ikte me këtë kontingjent.
Përpjekjet për të ikur Astriti nuk i ndali, por të gjitha rezultuan pa sukses. U end në Belgjik për një vit, duke mos patur më shpresë, udhëtoi në një tjetër vend të Europës, në Itali. Ai u stabilizua në Sicili dhe që në fillim u përball me probleme jo të pakta. Fakti i të qenit pa dokumenta, gjuha e huaj të cilën nuk dinte ta fliste, strehimi apo gjetja e një pune. Por teksa koha kalonte, edhe Astriti po e rimerte vetën. Ai filloi të merre me punë të ndryshme dhe një pjesë të ardhurave që fitonte e ndihmonte të paguante qira në shtëpisë, të cilën e ndante me 2 shtetas të tjerë rumun. Kontaktet me familjen e tij në Shqipëri i kishte të rregullta dhe shpeshherë u tregonte atyre dhe për jetesën që bënte në Itali. Por në nëntor të vitit 2003, Astrid Rada pati telefonatën e fundit me babain e tij. Nuk do t'ju telefonoj për ca kohë, por ju mos u bëni merak. Këto ishin fjalët e fundit të Astridit, që babai i tij i kujton çdo ditë dhe që prej 9 vitesh mundohet të zbërthej kuptimin e tyre. Vitet kanë ikur dhe jeta ka rrjedhur me shpejtësi, por përgjatë valës së saj, zëri i Astridit vazhdon të buças në veshët e teatrit. I zhytur në pesimizëm dhe frikë, nëse do të arrijë ta shohë më me sy djalin e tij të madh. Me shumë vështirësi, babai i përcjell një mesazh duke shpresuar se do dëgjohet nga vetë Astriti. Vish një telefonat në bojnë, a i ka jetën e vetë. Vish, këtë familje e presin për me bojnë telefonat. A mirë, a sa mirë. Kjo ishte historia e Astrid Radës dhe apeli që i bën babai i tij, thjesht një telefonat. Do të flasim tani me motrën e Astridit, por fillimisht do të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare. Mos u largoni sepse kthehemi më njëherë dhe kemi nevojë për ndihmën tuaj duke pritur telefonata dhe informacione. Kthehemi më njëherë mbas reklamave. Dhe tani e ka radhën, kush e ka radhën? Alo. Mër plak. Një gjo e sekund, një gjo. Dy shoqene dhe duhemi si motra një dashuri, po na troket tek porta. Përfiton aq shumë sa duhet të gjesh një mënyrë që t'i shpenzosh të gjitha. Me paketën javore Plus, për vetëm 400 lek, përfiton 1300 minuta brenda Plus, 30 minuta jashtë Plus, 100 SMS brenda Plus dhe 190 MB. Eja në Plus dhe zgjidh ofertat më të mira me çmimin më të lirë, sepse Plus të përket ty. Oh, Lachi Boys is an occupation. She's going to get to go. Oh, Lachi Boys is an occupation. Jemi kthyer në studio të nderuar miq, pra kemi ngelur tek historia e Astrid Radës dhe ndoqëm kronikën, ndoqëm apelin që babai i tij pra është duke i bërë, duke menduar gjithmonë se Astridi është diku dhe ndoshta na ndjek. Sonte, megjithatë, motra e tij së bashku me bashkëshortin ndodhet në studio për t'i bërë një apel vllajt të saj. Apo më mbrëma edhe një herë, mirë se keni ardhur. Faleminderit që na keni ftuar. Uroj permisionin. Faleminderit. Edhe do t'i bëj një apel të madh, ju përgjërova gjithë emigrantëve që ndodhen jashtë, ju bëj thirrje të na ndihmojnë këtë natë, nëse e njohin vllajën tim Astridin. Si Astridi është vllai i madh tuaj, siç e dëgjuam dhe nga kronika. Mund të më tregosh pak si vendosi të largohej, me këtë do të largohej? Nga kushtet e vështira që i kishin, shkoj në gurbet, që i themi kështu ne. Do të largohej me 2 persona të tjerë. Po, me djalin e xhaxhait. Destinacioni ishte Anglia. Po, por dëshirë kishte me shku në Angli, por nuk kishte lek me shku aq. Djali xhaxhait ja çoi. Djali xhaxhait. Mbërritja ai sepse ai e kishte lek. I cili si quhej? Shpëtim. Shpëtim. Ndërsa kë ngelin në Belgjik.
Pra, Astriti ngeli në Belgjik, djali Xhaxhait, kaloi, shkoi në Angli, apo jo? Më të çfarë dini ju, çfarë u bë me... Astriti ndenja aty... Fliste gjatë kësaj periudhe, fliste në telefon me ju? Fliste. Fliste mirë, kishte mirë, ishte... Thoshte që kam punë të ndamë, në fjalë nuk ishte punë rregullisht në Belgjik. Edhe punonte larg, kishte me pagu qëran, kështu gjënash. Pastaj nuk mund bëri gjë aty, iku në Itali. Dhe u vendos në Sicili, apo jo? Po, u vendos aty. Në Itali nuk bëri gjë aty, edhe aty nuk... Aty humbi kontaktet me familjen. Ju keni folur për kështu fliste me ne, thoshte që jena mirë, por që ka në i halë nuk në thoshte kur. Babai juaj ka folur në nëntor të 2003-shit, apo jo? Po, në nëntor 2003-shit. Me Astritit, qëfar ka thënë në këtë telefonat? Qëfar ju ka treguar? Ka thënë që më së bëni me radhë në qëse nuk flasë një herë. E pyeti arsyen cila është? Arsyen nuk ja dim. Vetëm ka që dhe e ka mbyllë një fjalë, nuk ka këthy përgjigje. Pra nga 2003 deri më sot ai nuk ka telefonuar asnjë. Kanë kaluar shumë vite apo jo? Ju nuk keni asnjë lajm për fatin e tij. Vetëm një lajm që na ka ardhur nga që ka punu me këtë burrin Nems, kjo është ustar në furr. Ka punuar me juve? Po. Unë punoj specialist në Kurbuka. Ne erdhi në Nems aty, ai kishte jetuar në Itali. Po. Edhe ai kishte rënë në burg për arsyet e veta. Duke po muhabet, kishin ai shokët tash aty shqiptar, ta kisha njërin të unë, ta e qujnë Astrit, ta nga Hasi. E thash, qarë bëjemi, së më kujtohet. I thash unë bëjemi. Tha, po, tha, ai ka qenë. Thash, po ta bëj foton të shifrë, po nuk I thash që kam njërë timi. E qova foton, tha, kjo është personi. E qunin është nga Ndroqi, e qunin Blerim, kam më dhe numër në telefonin. Kjo kanë dhenjur... Kam në ta në burg, ka që në burg në jo me qëfar? te, tha. Po. Në Soliciano, më duket. Ku? Në Verit Italis. Në Verit Italis. Po. Ku e kështë takuar Astrid? Qëfar deklaron? Në Burg. Në Burg, tha, unë isha në dhomë tjetër, tha, po një ka që folshëm sportel, dilshëm korridor, tha, edhe jam njofë, nuk kam najtë, tha, me te. Tha, po ky person është. Ku apo në foto, tha, ky person. Në s'kina marrë asë një lajmë, asë një gjonë. Ju keni 9 vjetë që nuk keni asë një lajmë për ti, apo jo? Thjesht ju ka telefonuar dhe ju ka thënë disa kohë nuk do të flasë më dhe që nga e moment. Më te keni marrë vesh të lajmin se dikush ka ardhe kur e ka parë foton ky zotri deklaron se po ka qenë Astriti? 2005 tha e kam parë në burg. Sigurisht I vendosur, ky se erdhe dhe babai nga... E pa foton atë? E pa foton, na ka thonë erdhe dhe babi kësaj që erdhe foli ma që unë ishte tepër I bindën ai, se është ky person. Unë kam kontakt këta akuma me aqunin, e një. Ndërkohë që ne jemi duke kontaktuar dhe me shpëtimin, për të marrë vesh pra kur ka folur për të fundit me ta, me babajnë tuaj ka folur në nëntor të 2003-shit. Ndërkohë, Stella, si kanë qenë pra të dhënat që ju keni marrë dhe nga shpëtimi, cili do të ishte edhe person me cilin ata do të udhtonin dhe do të shkonin drejt Anglis, apo jo? Në fakt, personi pra që ka udhëtuar bashkë me Astridi ka qenë pikërisht kushorjeri I tij, siç e theksuat edhe ju, I cili në na ka deklaruar se është ndarë me Astridin në Belgjik. Aty do të bëjë edhe nisja për në Angli, gjë që më pas nuk u bë e mundur, pasi për shkak se si zakonisht shqiptarët domethënë iknin në mënyrë jo të ligjshme, pa dokumenta. Ilegale, po. Shpëtimi bëri të mundur ikjen e tij, ndërsa Astriti qëndroi aty për gati një vit, ndoshta edhe më shumë. Shpëtimi kur ka folur për herë të fundit me Astritin? Sipas shpëtimit, domethënë deklaron të paktën që deri në dhjetor ka pasur kontakte me të. Deri në dhjetor të 2003-shit. Po, domethënë nëntor të 2003. Në nëntor ka folur me teatrin. Në dhjetor ka vazhduar telefonata dhe ka kontaktuar me shpëtimin. Me shpëtimin, gjithashtu edhe me dy kushërinjtë e tij, domethënë dhe me dy vëllezër. Deklaron shpëtimi se çfarë I ka thënë, ku ndodhe dhe me çfarë merrej? Ndoshta do ishte mirë që në deklaratën do ishte mirë të bënim një lidhje me shpëtimin, telefon, Gjoni sonte. Pra, ka qenë një person tjetër përveç shpëtimit, apo jo? Si vion historia? Po, ka qenë dhe një person tjetër që ka qenë I shoqëruar me të, I cili dhe ai arriti që të ikte në Angli, dhe vetëm Astriti mbeti I vetëm. Dhe pas gjithë përpjekjeve që bëri për të ikur dhe tentoi shumë, nuk arriti dot dhe u kthye pastaj në Itali. Unë do doja të pyesja edhe një herë familjarët. Ju keni bërë ndonjë denoncim në Itali, në polici për ta kërkuar, ose këtu në Shqipëri e keni kërkuar nëpërmjet
Policisë? Në policia. Jo, nuk keni bërë përveç se tek emisioni. Vetëm këto. E kemi shpëtimin në linja? Linja nëmër 1, regjia. Mirëmbrëma shpëtim. Mirëmbrëma shpëtim nga Tirana. Shpëtim më dëgjon? Ka rënë linja, gjithsesi le ta provojmë sërish. Të dëgjojmë që do të na thotë dhe shpëtimi nëse mund t'i ketë thënë ju keni kontaktuar me shpëtimin gjatë gjithë kësaj kohe, keni folur me të? Shpëtimin e kam parë, po vjen shpëtimi shpesh, se është me letra. Po, nuk keni arritur pra të flisni diçka konkrete për Astridin, se... S'na ka thënë gjë kështu. Kemi folë, po s'ka tregu gjë, jo. Ndërkohë, e kemi pra shpëtimin në linjë. Gjithsesi, derisa të bëhet linja, Stella, unë do doja të më tregonit pak me ka pasur të dhëna informacione apo cilat kanë qenë në kërkimet që ne kemi bërë. Ajo që dua të bëj me dije, në fakt, është diçka që nuk është fort e qartë, pasi dua të përqendrohem në bisedat që Astriti ka pasur me kushurinë e tij, që janë vëllezërit e shpëtimit. Me njërin prej tyre ka thënë se ndodhet në Torino, tjetrit i ka thënë se jam në Venecia. Kjo është paksa e paqartë. Ndoshta mund të jetë diçka që ai s'ka dashur të tregoj vendodhjen e tij apo nuk dim se si, por ajo që në biseda ka patur Astriti ishte diçka e zakonshme, punët thoshte se i shkonte mirë, ndonse jo i stabilizuar. Atëherë më thonë se kemi shpëtimin të kërkojnë tjesë. Stella, linja nëmër 1, regjia, mirëmbrëma dhe njërë shpëtim. Më dëgjon? Ne kemi një problem ndoshta me linjën sonte, bie linja, gjithsesi ju mundet të merrni informacionin në plot nëpërmjet shpëtimit nëse s'është e mundshme linja telefonike me të, për të marrë informacione pra deri në 15 dhjetor, Stella, apo jo thatë se e kemi sërish, të shpresojmë që këtë herë të jetë shpëtim mirëmbrëma. Më dëgjon? Atere, shpëtim. Po. Mirëmbrëma, përshëndetje. Po, mirëmbrëma, përshëndetje. Ju keni e keni njohur Astritin, është këshuriri juaj i parë, keni kontaktuar me të në çfarë periudhe keni humbur lidhjet me Astritin? Në shtator kam lënë në Belgjikun në shtator natën 9. Në shtator e ke lënë në Belgjik, po? Në Belgjik e ka lënë natën 9, dhe ne jemi nisë me Astritin, 3 herë jemi nisë me Astritin mu nisë rrugës, për në kanë kapë, din gjithë ka qenë edhe niti. Në kanë nisë rrugës, 3 herë në kanë kapë rrugës, e pas ta në kanë darë. Më tej, qëfar ke mësuar? Qëfar ke mësuar më tej për Astritin? Ju keni arritur të hyni në Angli, ndërsa Astriti ka ngelur në Belgjik? Jo, unë kam arrit vetëm pas taj, se në kanë darë, unë kam arrit vetëm, nipi ka qenë me Astritin edhe një këshuri tjetër, jo ka qenë. Po, keni arritur më të kontaktoni me Astritin më tej, mbas periudhës që ju keni arritur në Angli dhe ndërsa i kështë ngelur në Belgjik. Keni folur në telefon me të? Vazhdimisht kam folur në Astritin, ka pasur me në Astritin. Unë edhe kam shkune në 2000 kam shkune me ataku Astritin në Belgjik. Po? Edhe më këthuj nesë për i vizë. Nuk kam shkune edhe me ataku në Belgjik. E pasën din 2003 në kemi qenë, dhe më Astritin në 2-3 herë kemi që parë më arfmene, i kam gjithat një jetë më ardhë whatever. Në 2003 ju e keni takuar Astritin? Jo, nuk kam takuar, në 2003 nuk kam takuar, në telefon kam qenë me të kontakt, në ta për ma takuar, nuk kam pa takuar, sa e thonë se du vi sot, du vi nesë, du vi sot në prishë, kur du vi e. Kur thonin telefon, keni folur në telefon me të dhe aji ku ka qenë në qfarë, ka vazhdojnë të jeton të akoma në Belgjik? Për herë folën se ku kam folën me ta, ka qenë në Itali. Në Itali? Në Itali, nuk e di për në Itali ka qenë. Në qfarë zonet Italis? Nuk e di për... Nuk e keni pyetur, pra kur flisin telefon, nuk e keni pyetur se ku jeton të në Itali? Unë vendë më ka thonë, po se më bëj menë, se vendë në di se më ka thonë, për nuk u bëj menë. Si, ju lutem se nuk ju dëgjoj mirë, pra në telefonat atë tuaja, e keni pyetur se në qfarë qytetit Italis jetonte? Unë nuk më ka thonë vendë, për nuk u bëj menë, nuk u bëj menë si vendë, pa tjetë ka bëj menë. Dhe Italis në punë ka shumë, edhe në Italis ka shumë punë, se nuk ka shumë ka qenit në Fransë, Belgjik. Shpëtim, kur ka qenë era e fundit që ju keni folur me të në telefone, bani mënd? Unë më në ka qenë rrëf 2003, në nëdhë të diçka tjë ka qenë kërë për 4 punët të më ta. Nëntor dhjetor të 2003-shit? 2003 ka bu kunda po diçka. Në këtë telefonat, qëfar ju ka thënë? Që
më ka thonë jam në Itali, jam mirë në Itali, nuk se unë e thosha gjithmonë do vesh, unë isha të prit marrë në Angli, ne kemi pas qëllim ku më nis për në Shqipëri marrë në Angli. Që nga ai moment nuk e keni dëgjuar më apo jo? Ja, pastaj s'kam dëgjuar ka hu, pastaj marrëdhëna kam pyetur në shpinakin e folë dhe më s'ka fol, pastaj kemi hyrë ne se çao bë. Keni dëgjuar ndoshta të flitet kanë kaluar 9 vjet nga humbja e tij ose më mirë nga zhdukja e tij. Nuk e dim se çfarë mund të ketë ndodhur vërtet me të, po ju keni dëgjuar më të flitet për të? Ma shumë kam dëgjuar atë në Shqipëri, se kam dëgjuar të thërëzë, se unë marr informacion nga Shqipëria, ma shumë, unë nuk di, në internet, kam thonë në vlajt, ka fut në internet të gjarë, ka kosi, ka fut, ne jemi në interesu, unë e më në shkoj në Itali nesë, për du të në tosë një, s'mund gjë, se ne shkoj në Itali më gjithë të qka, unë e më interesu shumë, Po, shpëtim të falenderoj për telefonatën. Shpresojmë që të kemi lajme për Astridin, gjithsesi unë të falenderoj për gatishmërinë. Faleminderit, mirupafshim, natën e mirë. Natën e mirë. Pra, shpëtimi deklaron se ka folur me të kur ka qenë Belgjik, më tej në Itali, nuk e mbante mend çfarë zone të Italis, por rreth muajit nëntor, dhjetor ka folur për herë të fundit. Pra me Astridin. Ndërkohë që nuk ka deklaruar diçka konkrete që ndoshta teleshikuesit që na ndjekin mund t'ju kujtojnë. Ju keni marrë vesh, pra ne transmetuam me dham këtë informacion dhe në kronik, që ai në Itali jetonte në Sicili, apo jo? Kështu ka deklaruar. Kështu ju ka thënë vetë ai në telefonatat që ju flisnit, apo jo? Kontaktonit, merre me punë të ndryshme, ndërkohë që fillimisht ishte pak vështirë për të, pasi nuk dinte gjuhën, nuk ishte qenë ndonjëherë në këtë shtet, por mëtej filloi t'ja merrte dorën. Ishit interesuar ndonjëherë nëse ai kështë tentuar të pa ise me dokumenta, e kështë pyetur ndonjëherë? Po, ka foli herë me një komshive që i keme, në lagje. I ka pasan që mushmi me rregullua kësho. Se babin e kam pas smur një herë, kur ka qenë Italia, e merë të shpesh babin se ka qenë një smur. E merë të në telefon shpesh, edhe i ka qëlluar kësho, e ka marrë dhe atë që e kemi në afer. I ka pasan mushmi me rregullu. Adi mushmi me rregullu në letrë, kështu që të bëj letrat. Po, si bëri kur... Pra nuk na dha adresë për kështu gjërash, nuk u bë gjë. Thjesht sonte me sa... Po, kemi diçka tjetër? Fatosin kushuririn tjetër me cilin Astriti ka pasur relata shumë të ngushta, le të themi një person që kishte goxha, domethënë marrëdhënie të mira dhe hape shumë me të. Dhe Fatosi tregon edhe versionin e tij në telefonatën e fundit që ka bërë në 15 kemi në dhjetor. linjë Fatosin. Linja Numër 1. Linja numër 1, regjia, mirëmbrëma Fatos. Mirëmbrëma, përshëndetje. Unë do doja të më tregonit pak ju kur keni folur për herë të fundit me Astridin? Astridin për herë të fundit ka folur në dhjetor të 2003-shit. Duket si ka qenë do ta 15 dhjetor. Në dhjetor të 2003-shit? Po, unë kam qenë telefonu si fundit që kam komuniku me Astridin, edhe me ka thonë jam në Itali, në veri të Italis, në provincën e Venecios. Po të zonë në stok nuk jam në djeni. Pra juve keni folur e datës mbani mend 18 dhjetor dhe ju ka thënë se ndodhet 15 dhjetor të 2003-shit, e më mirë datën. 15 dhjetor. Po. Të 2003-shit dhe ju ka thënë se ndodhet në një provincë të Venecias. Venecias, po në veri të Italis, në Venecia. Ku jetonte aty? Jetonte me shqiptar të tjerë apo ju deklaroi? Jo, nuk po të jetoj me datë fuj, po duket si ka qenë nga këto Evropa linjës, Rumona, Bulgara, nuk kam në deni, të thëmë të drejta. Në këtë bisedë që telefonike që ju patët me të, ju tha diçka tjetër, vurët re, pra ndonjë shqetësim, ju tha sepse në telefonatën e fundi që ka bërë me Tjatin, i ka deklaruar se disa kohë do të qëndroj pa folur me ju, ndërkohë juve ju ka thënë diçka rreth kësaj historie? Jo, mu nuk të kanë asnjë informacioni. Ku ka marrë në Shqipëri, prindët e tij më kanë informuar. Po mu nuk më ka thonë gjë. Pra ju... Ka thonë jam në Itali, do mundohem të punoj edhe do vete kjo.
Aha, do të punonte disa kohë dhe do të vinte tek ju në Angli apo jo? Po, kjo ka qenë telefonata fundit që kam folur me ta. Dhe unë kam qenë i mbrëmjes që kam komunikuar me Astritin. Po. Ju keni qenë në djeni kur gjatë kohës që ai ka jetuar në Belgjik? Po, kam qenë në djeni, po sigurisht kam qenë në djeni. Atëre, kjo ka qenë telefonata e fundit, pra ju keni qenë personi i fundit që keni folur me të dhe gjatë gjithë kësaj periudhe keni dëgjuar diçka tjetër, ndonjë informacion tjetër të flitet për të apo gjithçka ka mbetur në heshtje? Jo, unë personalisht nuk kam dëgjuar informacion tjetër, po familja din edhe ta informacione të tjera. Familja asaj të ditë. Po nuk kam informacion tjetër. Kjo ka qenë telefonata e fundit që kam komunikuar me Astritin, edhe ka qenë i fundit që kam komunikuar unë me Astritin. Atëre unë të falenderoj për informacionin tuaj, ndoshta nëse do të kemi diçka tjetër do të jemi në lidhje. I lutem, faleminderit. Të përshëndes gjithë të mirat, mirupafshim. Pra, dëgjuam edhe kushuririn tjetër, pra, i cili deklaroi se me Astritin ka folur rreth datës 15 dhjetor të 2003-shit, pra një muaj me njëherë mbas telefonatës babait tuaj, i ka deklaruar se ndodhet në një provincë të Venecias, në veri të Italisë. Ndërkohë që personi i cili ju ka ardhur juve, ju ka deklaruar se rreth vitit 2005 apo jo, ka qenë në një burg në veri të Italisë së bashku me Astrid Radën. Ai bazohet thjesht tek foto apo edhe tek emri i ka thënë faktin se është nga Hasi? Edhe ke emri, Po? edhe në që është nga Hasi, Astrid Rada dhe ke fotoja. Sa po në foto, tha ky person ka qenë. E kuptoj. Ndoshta mund të jetë akoma në burg, mund vazhdoj akoma dënimin në burg, mundet të ketë marrë vesh diçka dhe kjo ka qenë arsyeja pse i ka shprehur pra babait tuaj faktin që do të mungoj disa kohë. Gjithsesi nuk dim se si është e vërteta, do të jemi në pritje. Ndërkohë Stella ka diçka tjetër. Të përfitoj edhe nga rasti që t'i bëjmë dhe thirrje personave gjithë shqiptarët që janë kryesisht në Venecia apo në Torino, në zonat që mendohet se mund të ketë jetuar Astriti, që mund të kenë ndjenjë apo kanë shoqëruar, mund të kenë punuar me të. Kërkojnë shumë ndihmën e tyre nëse kanë informacion të na ndihmojnë natën e sotme. Pra do të jemi në pritje të çdo telefonate dhe informacioni nëse Astriti ju ndjek apo ka persona të cilët e din ku ndodhet, çfarë do t'i thoshit? Do t'i thoja Astritit që të mendoj për familjen rreth fare, për nënën babain që s'mund të dëmoj. Për vëllezërit për motrat, që vuan shumë për të. Lutem Astritit të na ndihmoj, që pse na dëgjon. Pra, e keni kërkuar anë mban, por ndërkohë s'keni marrë vesh asnjë lajm, apo jo? Ai shkoi, emigroi për një jetë më të mirë, donte të vente në Angli, të dy kushurinë e tij shkuan, vetëm Astriti ngeli rrugës. Vazhdonte të punonte që të bënte lek të kishte mundësi të shkonte në Angli. Nuk arriti asnjëherë në Angli dhe nuk dim se ku ndodhet apo jo. Kur nuk na tregoi hallin e tij, se çfarë po aty. Nuk e di atë. Mirë, unë dua që të bëjnë një efort të shpresojmë kryesori jashtë të jetë gjallë dhe shëndoshë mirë. Kudo që të jetë, pastaj të tjera të rregullohen gradualisht. Ne nuk ja prishim jetën e tij, vetëm ta dim që ku është. Ta qetësoj Belinonën edhe babën që nuk i zë gjumi, e që lutën çdo natë e çdo ditë për të që ta kenë shëndoshë mirë. Ishte hera e parë që ai largohet nga Shqipëria? Pra, hera e parë që largohet nga ju? Ka qenë edhe në Greqi. Por gjithmonë ka qenë pra i rregull në telefonata, në po mirë. Ishte pak si rrallë, po. Jo dhe shpesh. Atëherë të nderuar miq, të gjithë ju që pat foton e Astrid Radës, të gjithë ju që dini pra diçka për fatin e tij, do t'ju luteshim në emër të kësaj motre, në emër të familjarëve të tij, kontaktoni me emisionin tonë dhe tregoni atë që keni pra dini dhe keni parë për Astrid Radën. Do doja regjia edhe një herë të më ndihmoni me foton dhe japim Stella edhe një herë të dhënat e Astridit. Pra për Astrid Selman Rada, ka lindur në Kukës, sot ai duhet të jetë 37 vjeç. Rezultoni humbur që prej datës prej nëntorit të vitit 2003 nga Italia, të paktën kontaktin e fundit që ka pasur me familjen. Jemi duke ndjekur dhe foton e tij. Sot ai duhet të jetë 37 vjeç, ka lindur në Krum të Kukësit, në rrethin e Hasit. Ka humbur kontaktin me babain e tij, ka folur në nëntor të 2003-shit, ka qenë dhe lidhja e fundit me familjen, ndërsa me kushuririn e tij
siç deklaroi sonte në 15 dhjetor të 2003-shit. I ka thënë se telefonoi nga një provincë veriut të Italisë, pra provincë e Venecias, ndërkohë që familjarët në rreth viteve 2005 kanë marrë një lajm pra nga një person i cili deklaron se mund të ketë qenë pra me Astrid Ratën, duke marrë parasysh foton të dhënat origjinën e tij në një burg në veri të Italisë. Se për çfarë burgu nuk është deklaruar pra për momentin, gjithsesi nëse na ndjek zotëria, unë do t'i lutesha të telefononte edhe një herë në emisionin ton për të na dhënë eksaktësisht se në çfarë zonë të Italisë, në çfarë burgu kanë qenë së bashku. Në mënyrë të tillë që ne sonte të lidhemi me korespondentët tanë dhe ndoshta bëjmë një lidhje direkt me këtë burg për të marrë vesh në qoftë se vazhdon të jetë aty. Nuk ka ndihmë, ndoshta nuk e dim nëse ka avokat për ta ndihmuar, gjithsesi ne jemi këtu për ta ndihmuar dhe për të marrë vesh të vërtetën. Kryesorja është të jetë gjallë. Po, Benard. Në bazë të këtij gjasave bëhet fjalë për burgun e Stolicianos që ndodhet në Firenze të Italisë. Atëre, pra, simbas të dhënave. Në bazë të gjitha gjasave bëhet fjalë për këtë burg, pra burgun e Stolicianos në Firenze. Ndërkohë ne mund të kooperojmë kështu, pra, një kërkesë ndoshta i bëjmë dhe drejtorisë së burgjeve këtu për të kërkuar nga homologët e tyre në qoftë se ai ndodhet në këtë burg dhe njëkohësisht nëpërmjet korespondentëve tanë mund të lidhen drejt për së drejti me burgun. Por gjithsesi unë pres pra telefonat edhe nga zotëria i cili ka dhënë këtë informacion, nuk e dim është Astriti apo jo, mund të mos jetë Astriti ky person, por gjithsesi ju të gjithë që pat foton, Stella ka diçka sonte. Shikoj që po vinë informacionet e para nga Italia, visi po merr një informacion shumë të detajuar që ndoshta do ta japi pak më vonë. Atëherë do të jemi në pritje, kryesorja është të marrim vesh se ku ndodhet, të shpresojmë për familjen e tij, për të vëllezërit, motrat, për gjithë ata që janë duke pritur dhe duke kërkuar që të marrim vesh nëse ai është në jetë apo jo. Do të jemi në pritje të nderuar miq, ndërkohë, më thoni ka pasur diçka tjetër për rastet, me sa shikoj ka shumë telefonata, megjithëse kemi hyrë pra në orën 12 ditës së re, gjithsesi ne do të prezantojmë dhe një rast tjetër sonte, një rast krejt i veçantë për emisionin ton. Pasi do të kërkojmë një fëmijë këtë herë, do të kërkojmë një fëmijë i cili quhet Ahmet El Kalaj, me nën shqiptare dhe baba egyptian. Nëna e tij, zonja Alma Dhamo, ka kërkuar ndihmë nga emisioni jon për të rimarrë djalin e saj, i cili është rrëmbyer nga babai me shtetësi egyptiane, por cila është historia e tyre, një histori vërtet e dhimbshme e një nëne e cila për vite të tëra tashmë është në kërkim të djalit të saj në Ecejaket nga Italia drejt Kairos, duke trokitur në shumë dyer dhe për vite të tëra nuk e ka parë asnjëherë djalin e saj. Ndjekim historinë edhe kthehemi më njëherë në studio. Alo? 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 Ordroni? Nisja. Emisioni Njerëz Tumbur jeni? Po zonj. Alma Dhamo quhet. Edhe desha ju drejtova juve emisionit tuaj sepse kam për 8 vitesh që nuk kam kontakte me djalin. Devenir comme seule raison de résister. Ishte viti 1995, kur mora rrugën e emigracionit dhe në atë moment, mendova se jeta ime po merrte drejtimin që desha dhe ëndrat e mia gjetën terrenin e realizimit të tyre. Mais mon refrain aujourd'hui c'est il était temps qu'enfin le ciel se rappelle de moi. Il était temps. Jeta në Milano mu duk shumë e bukur, kur aty njoha një person që për mua ishte mbështetja më e madhe. Ai ishte Khaled El Kalaj Badaj, një njeri nga Egjipti me të cilin krijova një lidhje dashurie. Menduam se kishim gjetur njëri tjetrin përjetësisht dhe në këtë mënyrë u betuam përpara Zotit se do të ishim gjithnjë bashk në çdo ditë në vazhdim të jetës sonë. Lumturia ime u shtua akoma më shumë kur solla në këtë botë Ahmetin, birin tim. Ishim një familje dhe ky fakt më gëzonte pa mas, por për fakt të keq kuptova që kjo lumturi mbaroi aty, sepse ajo që më priste në vazhdim ishte vetëm dëshpërimi për humbjen e lidhjeve me djalin tim.
Khaled më propozoi të shkoja në Kairo, sepse jeta në Itali nuk ishte e denjë për mua. Ajo që duhet të bëja ishte të ndiqja të gjitha rritet fetare, por larg familjes sime. Ky debat nuk na solli asnjëherë në një marrëveshje dhe përpasoj erdhi ndarja jonë. Pas gjyqjes të shumta, të ndjekura si në Kairo ashtu edhe në Milano, më në fund Ahmedi, djali im, mu besua mua dhe Khaled kishte të drejta shikte vetëm një herë në muaj. Isha e shkatruar, familja ime nuk ishte më ajo më parë, por nuk mjaftoi me kaq. Ishte muaj korrik i vitit 2003 dhe Khaled si për erë erdhi të merrte djalin e tij. Por nga ky takim i fundit, ai nuk ju përmbajt vendimit të gjykatës, duke vendosur që ta mbante djalin për të mos ta sjellë më. E vetme vendosa të shkoj në Kairo, por ajo që gjeta atje ishte përçmimi i familjes së Khaled dhe mohimi për të takuar tim birë. Pas tentativash të shumta për ta rimarrë atë, unë humba dhe tani gjysma ime ndodhet larg meje. U bëm plot 8 vjet dhe Ahmedi tani është 16 vjeç. Shumë herë pyes veten, vallë më mendon ndonjëherë, a kërkon ai me të gjithë forcën e shpirtit të më takoj ashtu siç dua edhe unë. Asnjëherë nuk do të mundem të jem e lumtur, derisa të shoh fytyrën e djalit tim që nuk e di se kur do të ndodhë. Pra, kjo ishte historia dhe cila Alma e dërgoi në emisionin ton, kërkesa që ajo bëri nëpërmjet emisionit ton për të marrë vesh se ku ka përfunduar djali i saj dhe për t'ju bërë një thirrje të gjithë atyre të cilët kanë mundësi të ndihmojnë për këtë histori, për ta bashkuar atë me djalin e saj. Unë në këto momente ne do të bëjmë një lidhje drejt për së drejti, pra me web kamera, me Almën, ajo ndodhet momentalisht në Milano, në Itali, dhe do të lidhemi për të na treguar ndoshta më hollësisht se si kanë qenë pra lidhjet e saj me djalin dhe kur e ka parë për herë të fundit. Atëherë e kemi në linja nr. 1 regjia. Alma, mirëmbrëma, përshëndetje. Alma, më dëgjon? Mirëmbrëma, Aida. Do doja ta mbyllë zërin e televizorit dhe të më dëgjosh nëpërmjet telefonit. Më dëgjon? Atëherë, do doja të më dëgjonit vetëm nëpërmjet telefonit. Mirëmbrëma. Alma, ne pak a shumë e dëgjuam historinë tuaj. Sot Ahmeti duhet të jetë 16 vjeç, por unë do doja të më tregonit kur e keni parë për herë të fundit dhe si kanë qenë rrethanat që e keni parë djalin. Për herën e fundit e kam parë në vitin 2009, rrethanat ishin jashtëzakonisht të tmerrshme, sepse nuk e imagjinoja që mund të vinte në atë lloj mënyre. Po? Gjithë si erdhi historia, ngjarja. Pra Alma, bashkëshorti E kam parë që unë isha me forcat e policisë. Po? Për ta marrë djalin në urdhrat e gjyqit, në urdhrat e për të shtruar komplet ligjeve, rregullave që fitova në gjyqin e Kairos. Atëre Alma, sepse jemi Alma më dëgjon. Në moment kur javita që ta përqafoja djalin të rëmbreja. Alma më dëgjon. Alma, do doja ta mbyllësh zërin e televizorit dhe më dëgjosh vetëm nëpërmjet telefonit sepse ka interferencë dhe zëri im vjen me vonesë tek ty. Në mënyrë të tillë sepse jemi në një emision të drejtë për së drejti live, na dëgjojnë shumë persona dhe koha televizive është paksa e kufizuar. Kështu që
Unë do doja të më dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit, dua të më tregosh pra bashkëshorti juaj e mori djalin siç e kishte caktuar gjykata për ta çuar për të kaluar pushimet së bashku me të dhe udhëtuan drejt Kairos. Nuk e solli në afatin e caktuar dhe në këtë mënyrë ju detyruat mbas disa kohësh të shkonit sërish për ta kërkuar në Kairo. Atëherë unë do doja të më thonit regjia, e kemi edhe me pamje Almën. E kemi me pamje, nuk e kemi me pamje. Okej, atëherë Alma, ju shkuat në Kairo, trokitët në derën e pra njerëzve të ish bashkëshortit tuaj, nuk ja u hapën, nuk ju dhanë mundësim për të lidhur me djalin, atëherë çfarë bët? Zbër asgjë veç zbrita shkallët duke qarë, duke ardhur njerëzit e familjes tij, duke më rrëmbyer me hedhur valizet në përshkallë. Njerëzit e tjerë që më njihnin sepse kisha shkuar më parë me tim shoq, im shoq, më njihni që unë isha mamaja e djalit, më njihni që unë isha gruaja e tij. Më morën në shpinën e tyre, më afruan njerëzit e panjohur në atë moment, kur ato më mbyllën derën në fytyrë e nuk më lenin djalin ta shikoja. E djali e mori vesh se unë kisha ardhur për të takuar djalin. E i qante u lërinte brenda derës, sepse dinte që mama ishte jashtë portës për ta përqafuar. Arritët të takonit djalin atëherë? Jo. Kjo ishte hera parë që nuk arrita të takoja djalin. E mbas 15 ditësh që isha aty, duke më dhënë kushte që unë duhet t'ju lija pasaportën e të gjitha dokumentat e mia, t'ja u jepsa atyre në dorë për të më lënë djalin, për të më prur djalin aty ku isha për ta shikuar. E sollën djalin, ju e bët pra... Unë e bëra, si, ja u dhash dokumentat e mia në dorë, ja u lash, ma prun djalin me kushte që kishin frikë sepse unë e rrëmbej djalin edhe kthesha, nisesha për në Itali. Por unë në asnjë lloj mënyre mund ta merrsha djalin vetë pa dokumenta si duhesh të rrëmbeja. Pra, ju e takuat djalin për sa kohë pra qëndruat me djalin? Aty në atë moment ai të qëndrova vetëm 10 minuta me djalin. 10 minuta vetëm duke qare, duke rrëmbyer, duke ishte 6 muajt e parë, mbas 6 muajsh që kishte ikur, që nuk e shikoja. Atëherë ishte vetëm 7 vjeç apo jo? Ishte 7 vjeç. E herën e dytë pastaj ishte kur shkova që mbasi u ktheva nga në vitin 2004, hera e dytë ishte në vitin 2006 ku unë si që u riktheva në Itali me shumë probleme, me shumë sakrifica, mora avokatin e gjitha harxhimet që ishin për të bërë, fillova dhe njëherë gjyqet nga para në Egjipt, në Kairo, e prisja që të shkoja të takoja djalin sa më shpejt për të marrë të drejtën pra. Po, për të marrë të drejtën. Të drejtën për të... Dhe çfarë ndodhi? Pra nga gjitha ato gjyqe që u bët, avokatët që keni marrë, sot e kësaj dite nuk keni arritur të lidheni me djalin, sa vjet keni pa e parë djalin? Tashi, unë gjithë të vite ajte nuk e kam parë djalin si duhet, e kam parë djalin vetëm për ta parë, e kam parë djalin pse ora zi kur shkoja e mbledhur, mbuluar nga koka deri te kam të shikoja pse ora zi në shkollë. Ku a i shkonte, ku unë dija që a i shkonte, e kam parë pse orazi, nuk e kam parë djalin që ta kem ta përqafoj o t'i tregoj gjithë atë që unë kam për t'i treguar. Pra Alma, ju keni shkuar në Egypt, jeni munduar që ta shikoni djalin tuaj pse orazi duke ditur në shkollën ku a i shkonte, apo jo? Po. Keni kërkuar ndonjëherë ndihmë nëpërmjet shtetit shqiptar, apo ndërmjet... Po? Gjën e parë që kam bërë, kam kërkuar në shtetin tonë shqiptar, në konsulatën ambasadën tonë shqiptare në Kairo. Po, dhe çfarë ju kanë thënë aty? Atje më thanë që ne nuk kemi asnjë lloj mundësie herën e parë. Kjo përpara se të merrsha unë privatisht legalin, avokatin tim. Kjo në çfarë viti ka ndodhur? Në vitin 2004. Në 2004.
Pra, nuk keni marrë vesh asë një lajmë, pra e keni parë djalin fshehur asë ndërkohë procedurat gjyqësore, po me shtetin egjiptian, pra si janë? Ju keni hapur gjyq në Kairo? Unë e hapa gjyqin Kairo, Aida, e fitova gjyqin Kairo, i njohi të gjitha dokumentat italiane, sentencat italiane, i rinjohi, janë të gjitha komplet valide, si që ka dhenë shteti italian. Në bazë të ligjit, në bazë duke marrë parasysh se pra babai i Ahmetit është egjiptian, në bazë të ligjit egjiptian, fëmia duhet jetoj me tjatin apo me tjemën, pra si është... Me tjemën. Me tjemën deri në vitin, deri 18 moshën, 18 vjeç kjo fëmija, djali bëhet majoren, bëhet i rritur. E kuptoj. Deri në moshën 18 vjeç është të rri me tjemën. Alma, ku ka... Edhe babai duhet i rikthej nënës, është shkruar në letër djalin urgjentisht. Alma, ku kanë ngelur procedurat në këto momente? Procedurat kanë ngelur vetëm për të shkuar për të marrë djalin. Vetëm për të shkuar me gjitha dokumentet, me gjitha letrat në rregull, vetëm për të shkuar për të marrë djalin. Gjë që unë tash nuk kam asnjë lloj mundësie më nga rrëmbujat e fundit që ndodhen, kam shkutur komplet kontaktet, adresën ku ishte. Ish bashkëshorti juaj është larguar nga kjo adresë? Po, sigurisht që duhet jetë larguar, sepse herën e fundit që pata fol me avokatin tim, pati thënë që nuk është në atë adresë, pero ajo adresë është e familjes ti gjithmonë, mbetet e gjithmonë e familjes ti. Alma... Që më kuresor... Po. Më kuresorja që është Aida që unë po kërkoj që nuk dorëzohem dot, është sepse unë tash e di që gjyqja e djalit ku ai rrinte ka 2 vjet që ka vdekur. E çdo gjë ndofta se dikur e kisha mendjen o zemrën pak të rehatuar, pak. Jo shumë, se dia ku ishte, tash nuk di absolutisht asnjë lloj gjëje ku është. Me këtë rri, e ku banon, sepse babai gjithmonë nuk është atje, është këtu në Itali. Babai djalit vazhdon të jetojë dhe të punojë në Itali? Vazhdon të jetë, po. O Itali, o vend tjetër. Ndërkohë për djalin nuk dihet se me kë jeton apo me këri? Po, absolutisht, nuk e di. Ju jeni të fundit e vetmja ime shpresë që ndoftë mund të arrijë një gjë të zbuloj me kë është djali. Alma, për të gjitha ata që ndjekin emisionin sonte, emisionin ton, drejt përse drejti, cili është ai apel që do t'i bësh që nga shteti shqiptar, të gjitha ata persona ndoshta që mundet të ndihmojnë në këtë histori, çfarë do të thuash, çfarë kërkon sonte nëpërmjet emisionit ton? Kërkoj vetëm të di ku është djali, Aida. Kërkoj të përqafoj, të tregoj të vërtetën që nëna asnjëherë nuk e ka abandonuar, nuk e ka lënë. Sepse mami gjithmonë e do jetë, nëna është e vetmja që e ka bërë, që e ka lindë, e ka rritur, e nuk e harron asnjëherë. Kërkoj vetëm të përqafoj njëherë dhe njëherë djalin të tregoj të gjithë vërtetën që nëna asnjëherë se ka harruar. Edhe nuk është nëna që e ka çuar atje. Alma, si ka qenë jeta jote këto 8 vjet pa Ahmetin? Aida, nuk kam asnjë lloj fjale, nuk ka fjalë që për të shprehur. Se si ta them, nuk kam asnjë lloj fjale të ta shpreh, sepse jeta është boshe. Pra, ti në këto 8 vjet vazhdon të punosh jashtë mase për të mbledhur pra lek dhe për të paguar avokat në mënyrë të tillë që të marrësh djalin mbrapsht apo jo? Sigurisht. Alma, unë shpresoj pra që sondet na kanë dëgjuar shumë persona, ne kemi filluar pra kërkimet tona, kemi në rrugë zyrtare, por dhe në rrugë konfidenciale, për të marrë vesh pra se si ka përfunduar, si vazhdon të jetë kjo histori, ndërkohë që jemi drejtuar dhe ambasadës shqiptare në Egypt, megjithse pra është dihet se vështirësitë janë të shumta, gjithsesi unë dua të falenderoj këtu
Pra, zotin Spartak Topallaj, sepse me njëherë sa ne kemi kërkuar ndihmë ai është përgjigjur dhe ka filluar procedurat. Unë do doja të rije në linjë, Alma, dhe t'ja jepja fjalën gazetarëve të marrin vesh pra cilat kanë qenë përgjigje që kanë ardhur nga ambasada egjiptiane në ambasada shqiptare në Egjipt, por dhe kërkime që ne kemi bërë në shtetin egjiptian. Visi. Është vërtet me njëherë nga zemra, Aida. Alma, të shpresojmë se ndoshta do të bëjmë diçka, të shpresojmë se në këtë mënyrë historia e Ahmetit është bërë publike dhe është e drejta juaj që të shikoni dhe të takoni djalin. Faleminderit shumë, Aida. Atëre, qëndron në linjë, mos u largo, e vis. Atëherë, meqense situata është e tillë pra që adresa e Ahmetit pra ka ndryshuar ose më saktë babait të tij ku Ahmeti ka jetuar për të fundit, me njëri im drejtuar për ambasadës tonë shqiptare në Egjipt dhe ambasadorit Spartak Topallaj, i cili nga ana e vet me njëherë ka kryer procedurat paraprake në kërkim të Ahmet El Kalaj, i cili si fillim ka dërguar një shkresë zyrtare në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Egjipt, në mënyrë për të paraqitur pikërisht këtë situatë jashtëligjore, pra që nga ana e nënës pas vendimit të gjykatës, Ahmeti takonte nënës së tij pra Alma Dhamos, dhe nga ana tjetër kemi një shkelje të vendimit të gjykatës së Milanos nga babai i Ahmetit pra Khaled El Kalaj Badaj, dhe pikërisht pra këtë notë zyrtare ambasada shqiptare e ka nisur tek Ministria e Punëve të Jashtme. Nga ana tjetër është marrë dhe një kontakt me autoritetet e rendit publik pikërisht në Kairo të Egjiptit, të cilët nga ana e tyre pra do të bëjnë një kontroll rreth qytetit, pra pikërisht pra të Ahmetit. Të Ahmetit për të parë pra nëse vërtet vazhdon të jetojë në Kairo apo jo. Nena është dhënë një zonë në Kairo ku ka qenë adresa e fundit nga nëna e tij pra Alma, në Heluan të Kairos. Gjithsesi neve jemi ende duke pritur përgjigjen nga ambasada jonë shqiptare në Egjipt për ta paraqitur se ku është bërë po pikërisht shpërngulja, transferimi. Për shkollën, Alma, ju thatë se shkonit pra keni shkuar fshehurazi dhe keni parë djalin të paktën nga larg në shkollën ku ai shkonte apo jo? Po. Shkolla ishte afër pra shtëpisë ku ai banonte apo ka qenë larg? No, ishte tek zona ku banonte. Tek zona ku banonte. Jeni interesuar nëse ai shkon në të njëjtën shkollë apo jo? Jo, pa ti ndryshuar shkolla, Aida. Ka ndryshuar dhe shkollë. Pa ti ndryshuar shkollë, sepse tash ndryshoi edhe moshën, tash kaloi nga shkolla territyrshme në shkollën tjetër. Pra aktualisht ai duhet të jetë 16 vjeç apo jo? Ka ndonjë shenjë dalluese apo diçka tjetër sepse na ndjekin shumë persona sonë, po? Është një dalluese, është janë syzat, së original si unë, lëkurë e bardhe duket me stjerve që nuk është... Ka një gjyrë tjetër komplet, është tamam fytyrë e bardhë si unë, duket që është djali huaj, nuk është djali racës tyre. Pra është pra me europian, apo jo, me një gjyrat? Po. Ndërkohë, foton që ne jemi duke parë për momentin, është foto në kohën e fund... Në moshën... Po? 7 vjeç. 7 vjeç. 7 vjeç kuriku, ka qenë fotografia e fundit. Tashi një fotografi tjetër që unë e pata prur, ma nuk e di se si që nuk e keni dhënë është pak më i shëndos djali. Po? Gjithmonë me syza. Është dhënë gjatë të gjithë kronikës, pra që ne transmetuam sonte gjithsesi, për të gjithë persona që ndoshta mundet të ndihmojnë sonte, unë do t'ju lutesha të kontaktonin numrat tanë të telefonit, ndërkohë visi kemi diçka tjetër. Se deri tani në fakt jemi në pritje të përgjigjes nga ambasadori pra Spartak Topallaj që e përmenda. Ai ka bërë kërkimet paraprake, siç ju thash, sepse në fakt bashkëpunimet e ka nisur që prej vitit 2006, kur ai ka mbuluar misionin shqiptar në Milano, pra ka qenë konsull i përgjithshëm. Kështu që ne shpresojmë se të paktën në rrugë zyrtare do të kemi së shpejti një përgjigje. Megjithatë, meqense sonte jemi duke publikuar rastin e Ahmetit, ne kemi nevojë edhe për vullnetar pikërisht në qytetin e Kairos, për persona që duan të na ndihmojnë vullnetarisht për të verifikuar adresat apo qoftë edhe nga ana e tyre nëpërmjet njohjeve, duke qenë se shqiptarët në Egjipt nuk është se janë të shumtë. Ka në Egjipt ka dhe shqiptarë të Kosovës që ndoshta na ndihmojnë sonte duke bërë një kërkim ndoshta paraprak me emrin e Ahmetit, pra El Kalaj.
I jati quhet Kahlet, Ky është apo një jo? moment shumë i rëndësishëm për gjithë ata persona që duan na ndihmojnë. Do t'ju kërkonim që me njerë na telefononi dhe në mënyrë që ne t'ju japim adresat e fundit ku ka jetuar Ahmeti dhe pse jo, pra edhe informacionet e tjera që ne do t'i marrim natën e sonte. Almane, do të jemi në pritje, gjithsesi ky ishte transmetimi i parë i kësaj historie. Unë shpresoj se do të kemi diçka konkrete këtë herë për historinë e Ahmetit. Faleminderit shumë, Aida. Dhe unë të shpresoj, ju falenderoj që besuat në emisionin tonë, gjithsesi të shpresojmë se do të kemi diçka pozitive nga Kajra për Ahmetin. Faleminderit shumë, Aida, faleminderit shumë. Të përshëndes nga Shqipëria dhe do të dëgjojmë së shpejt, edhe ndoshta edhe sonte nëse do të kemi diçka të re pra. Faleminderit, Aida. Alma, mirupafshim bashkë. Mirupafshim. Faleminderit. Pra ishim në një lidhje telefonike me Alma Dhamo, nënën e Ahmet Kalet, Ahmet El Kalej, i cili ka humbur kontaktet me të pra nga viti 2004, rreth viteve 2006 ajo e ka parë, nuk e ka takuar, e ka parë pra në fshehurazit duke e shkuar në shkollë, ka qenë Ahmeti. Sot ai duhet jetë 16 vjeç, kanë kaluar shumë vite dhe ajo pra tashmë ata mendohet se kanë ndryshuar adresë, kanë ndryshuar shkollë dhe ajo nuk ka asnjë mjet pra dhe asnjë mënyrë se si të lidhet me djalin. Janë të lutur gjithë ata persona të cilët mundet të ndihmojnë sonte në këtë histori, do t'i luteshim të kontaktonim emisionin ton për të na ndihmuar dhe sa dëgjoj janë duke ardhur telefonatat e para. Ndërkohë ku jemi për momentin me informacionet që kanë mbritur edhe për historinë e Astrid Ratës. Po, Stella. Kemi informacione në Itali, në fakt janë disa qytete të ndryshme që bëjnë me dije natën e sotme, por nuk duhen përjashtuar edhe burgjet, pasi kanë ardhur informata që thuhet se Astriti është transferuar nga Sicilia në një burg të Romës. Mendohet se ka kaluar në një burg të Romës. Këtë kush e thonë? E thonë personat që kanë qenë së bashku me të? Po, kanë qenë një person i cili ka qenë dhe ai i dënuar dhe thoshte që jam i sigurt dhe jam i bindur që bëhet fjalë për të njëjtin person që ne kemi kërkuar. Nuk e dim, ndoshta që ditën e nesërme ne do të merremi konkretisht, pra nëse ai është në një burg në Itali, do të marrim vesh një përgjigje të saktë. Të shpresojmë që pra të jetë paraqitur me emrin e tij, me të dhënat e tij të prezentuar, jam Astrid, jam nga Kuksi, ndoshta mund të jetë i njëjti person. Seda? Do të jap informacionet për rastin e Ramazan Zunës. Natën e sotme kemi marrë vërtet shumë informacione për të, por dua të them një më të rëndësishmen. Kemi arritur të gjejmë numrin e telefonit të Paulin Bibës. Shumë interesante. Shoku i cili është larguar së bashku me Ramazanin, aktualisht jeton në Amerikë dhe për këtë dua të falenderoj shumë bashkëpunëtorin ton, zotin Sander Preldakaj, i cili na ka ndihmuar me adresën e shtëpisë ku ai jeton aktualisht. Nëse do të lidheni pra me këtë zotëri, ai do t'ju tregoj vërtet ka qenë me Ramazanin apo ka qenë një person tjetër. Është provuar disa herë natën e sotme, por nuk kemi mundur të flasim. Ndoshta jemi dhe në orë të ndryshme me Amerikën. Dorina, po. Për rastin e Arjan Bulkut, kam mbritur dhe një tjetër informacion, bëhet fjalë për Arjan Bulkun. Po, Arjan Bulkun, në portin e barit ishte shoqëruar çift bullgarësh, kishte një unas të madhe në dorë që zotëria e kishte identifikuar, gjithashtu dhe një tatuazh, për të cilën unë bisedova edhe me vllajën e vet. Tatuazh ka pasur Arjani? Ndoshta ka pasur në krah, po në dorë jo. Në krah, për tatuazhin, pra sepse është element shumë i rëndësishëm që ne mund të identifikojmë është vërtet Arjani apo në pjesën e dorës para krahut nuk ka pasur, këtë patur këtu. Në krah e ka pasur. Kurse në dorë jo nuk ka pasur. Figurën e tatuazhit, pra çfarë? Nuk më kujtohet, me thënë drejtën, nuk kam shumë. Dorina, ku bëhej fjalë? Bëhej fjalë për në portin e barit dhe zotëria që jep informacionin deklaron se ky zotëria për cilën ne po flasim që besohet të jetë Arjani e ka pyetur për, domethënë kërkonte të kthehej në Shqipëri dhe kishte pyetur për tragetin, pasi nga Shqipëria kishte si synim të nisej për në Igumenic. Për çfarë vitesh flas? Bëhet fjalë para një viti, domethënë në 2011-ën. Tatuazhin tatuazhin e kishte domethënë në dorë, po. Vllai thotë që nuk ka pas tatuazh në dorë, vetëm në krah. Bazohet fotoja dhe është i bindur që mund të jetë Arjani sepse zotëria punonte te ky port dhe nëse e shikonte sërish domethënë rastiste, sërish do të telefononte. Gjithsesi mund të merren informacionin, mendohet se ka zbritur ka kërkuar tragjet për në Igumenic. Po. Ka qenë ndonjëherë në Greqi Arjani? Ka qenë. Në çfarë zonë? Në zonën e Athinës. Në zonën e Athinës. Gjithsesi Dorina merrni informacionin e plot. Ka pasur diçka tjetër Silva.
Në Farie Tafës, përveç informacion që dhamë pak më parë për në ferizaj të Kosovës, në lagjen Sallohone që një zonjë mund tjetë në pronësi të një restoranti, gjithashtu një zonjë tjetër ka telefonuar dhe na ka pëhuar se para 6 vite është njohur me një zonjë, e cila nga gjashmëria, do të thënë nga fotografia dhe nga mosha përshtatet shumë me Farie Tafën që kërkohet në emisionin tonë. Zonja disponon edhe një fotografi të saj dhe do na ndihmojë, do të thënë do na dërguar në adresën tonë të email-it. Të shpresojmë që ndoshta kjo tjetë Faria, gjithsesi ka pasur dhe informacionet të tjera për Farien. Përveç për në Ferizaj, do të thënë ka qenë pjesa më e madhe, do të thënë e informacioneve. Visi? Për Astritratën, duke u nisur nga ngjashmëria fizike, flitet për Firenze sërish, për zonën e Ponteveros në Firenze, ku një person tregon pra tiparet e ngjashme që ka pas ky person që mendon se është Astrid Rada, pas tregon se është i gjatë, është një person i mbushur në trup dhe ka parë ditën e sotme, paradite në një stacion autobuzash, pra pikërisht që të çonte nga kjo zonë Pontevero në drejt qendrës së Firenzes. Bazohet tek foto? Bazohet tek fotoja dhe zotëria po se nuk është hera e parë, hera e vetme që e ka parë edhe përpara 6 muajsh. Sërish, mendon se ky person, këto 2 hera e ka parë vetëm dhe e ka parë që nga dialekti po ashtu i është dukur i ngjashëm, pra ka qenë dialekti i Kuksit, po i Veriut. Gjithsesi, zotëria pretendon që do ta shoh sërish sepse mendon është pikërisht kjo zonë ku ai qarkullon. Ku ai qarkullon. Sa i gjatë ka qenë Astriti? 70, 75. 1,70, 1,75. Ndërkohë, po Bernard. Ka patur informacione për Albanën, për Albana Bicon, ka qenë një tjetër informues që ka thënë që mendon se nisur nga ngjashmëria me foton mund ta ketë parë në Londër, por gjithsesi ne do ja kalojmë mesatit bashkëpunëtorit ton dhe të shohim qofse sërish vin informacione nga Londra, por informacione nga Londra. Pra Lamia, sepse na u duhet bindë se fakti që ajo ka deklaruar diçka. Ka qenë shumë interesante, shumë e vërtet, ne përmendëm, por që jemi në pritje për ta përforcuar këtë gjë. Ndoshta mund kemi të bëjmë me një kalim të mundshëm, ndoshta nga Greqia në drejtim të Londrës më mbrapa. Por gjithsesi ne mbetemi ende në pritje për ta saktësuar sa më qartë. Atëherë Seda, ka pasur, me sa shikoj, janë duke marrë akoma telefonata dhe informacione. Ndërkohë për Valentinën, kemi ndonjë lëvizje, diçka konkrete për vajzën 14 vjeçare, pra ka pas diçka Dorina? Kemi një heshtje totale sot nga për rastin e vajzës. Gjithsesi do po? Për Valentinën, një person në faqen tonë në Facebook, por është diçka që nuk... Ngelet për të verifikuar. Ngelet për të verifikuar, por nuk mund të merret si e besueshme. Personi thot diçka që mund ta kenë dërguar drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjë që më duket shumë e pamundur, por ndoshta kjo bëhet qëllimisht për të larguar gjurmët. Patjetër. Ne do të jemi ndoshta nesër në kontakt edhe me policinë e Durrësit aty ku familjarët kanë bërë denoncimin për të bashkërenditur gjitha dhe informacionet që janë mbledhur gjatë kësaj periudhe edhe për të tjera. Kemi pasur diçka tjetër, për rastet e tjera që kemi publikuar sot, ishim programuar për të publikuar edhe rastet tjera që vinë nga Kosova, Maqedonia dhe Malezi, nuk patëm, kemi kohë të japim pra një për një, sepse nesër nuk kemi, më thonë. Për 2 minuta kohë, atëre shpejt publikojmë rastet që vinë nga Kosova, sepse ndoshta nesër, gjatë ritransmetimit mund të mbledhim informacione. Bernard, shpejt. Dera Ida është një zotëri nga Kosova i quajtur Agim Feta, i cili kërkon motrën e tij në Slovaki të quajtur Marta Balashova. Ajo ka lindur dikund rreth vitit 1974, me sa duket prindrit janë ndarë dhe vajza që ka lindur pra nga jo martesë Marta ka mbetur andej dhe që atëherë ata nuk din gjë. Bëhet fjalë gjithnjë deri pak përpara luftës, në vitin 1998 më mbrapa familjes janë djegur letrat, si duket nuk ka qenë edhe vullnet i babaj që të vazhdon të më kontaktet, por prapë se prapë vllai kërkon të di diçka për motrën e vet,
Marta Balashova, për të cilën fatkeqësisht nuk kemi mund të jetoj në Slovaki. Në Slovaki, fatkeqësisht familjarët nuk disponojnë asnjë foto. Në qytetin Košice. Në Košice të Slovakisë kërkohet Marta Balashova. Nëse ka persona që na ndjekin sonte dhe njohin këtë zonjë, do t'i luteshim të kontaktonin me emisionin ton pasi kërkohet nga vllai i saj, Agim Feta, i cili ka trokitur në emisionin ton dhe kërkon të lidhet me motrën e tij, Marta Balashova. Këtë emër të paktën mendohet se ka patur. Po. Kalojmë te krahasi tjetër, Seda. Po ajda, atëherë vazhdojmë me historinë e Aslan Hasanit, aktualisht 55 vjeç, vendlindja Mitrovic, Kosovë, ka shkëputur kontaktet me familjen e tij në datën 31 mars të vitit 2011 në drejtim të paditur. Aslani del nga shtëpia e tij për të shkuar në punë dhe nga ky moment nuk dihet më asgjë për fatin e tij. Ka dalë nga shtëpia në rreth orës 7:30 në mëngjes dhe nuk ka lënë asnjë gjurmë për vendodhjen e tij. Unë dua të them se kjo histori është publikuar dhe javën e kaluar në emisionin tonë dhe ne kemi marrë disa informacione nga disa persona të cilët e njihnin dhe më parë se ai të shkëpuse kontaktet me familjen dhe mendohet se Aslani ndodhet në Gjermani. Këto janë informacionet e fundit që ne kemi marrë për ta. S'është përcaktuar zona, por për gjitha personat që sapo ndoqën foton e tij do t'i luteshim nëse kanë të dhëna të reja për të kontaktojnë me ne. Atëherë, shpejt, Shemsedin Morinën, 48 vjeç, i lindur në Prizren, ndërkohë nga Slovenia ka telefonuar për të fundit familjen 20 qershor të vitit 1990 dhe kjo ka qenë hera fundi pra që familja ka dëgjuar zërin e tij. Shpresojmë që telefonuesit të shohin foton dhe dhënat e tij dhe na marrin telefon. Pra nga 20 qershori 90-s familja ka humbur kontaktet me të që nga Slovenia, sot ai duhet të jetë 48 vjeç. Për gjithë personat që sapo pan foton, do të luteshim të kontaktonin me njëherë me emisionin ton. Po, shpejt. Nate Arif Zenullovskit, sot duhet jetë 37 vjeç, ka lindur në Shkup, rezulton në humbur që prej datës 19 shkurt të vitit 2012 nga Perugia e Italisë. Familjarët nuk kanë asnjë të dhënë për fatin e tij, ndaj shikoni dhe foton, ju lutem, dhe na telefononi nëse keni të dhëna për ta. Pra, sot duhet jetë 37 vjeç, 19 shkurti 2012, ai ka humbur lidhjet me familjen nga Italia. Nëse na ndjek sonte, të lajmërojmë njëherë në emisionin ton. Nëse ka persona që e din ku ndodhet, do t'i luteshim të jepnin informacione. Silva. Do plugojmë historinë e Muhamet Agushit, i cili është 26 vjeç, i drejtuar emisionit tonë për të gjetur rrënjët e tij biologjike. Muhameti ka lindur në datën 18 qershor të vitit 1986 në Prishtinë. Deri 6 muaj ai ka qëndruar në qendër sociale të Prishtinës dhe më pas adoptohet nga Fethmi dhe Sali Agushi nga qyteti i Gjilanit. Pritjet e tij birësues përpara kohësh janë larguar nga jeta. Muhameti kërkon të njohë nënën që solli në jetë në datën 18 qershor të vitit 1986 në Prishtinë. Jemi duke ndjekur foton e tij, kërkon pra nënën e tij biologjike, sot duhet jetë 26 vjeç, ka lindur pra në Kosovë, apo jo? Silva, mendohet pra në Prishtinë, ndërmjet Prishtinës dhe Gjilanit, gjithsesi jemi në pritjet të gjitha atyre personave që ndoshta ju kujtohen diçka historia e tij. Dorina. Atëherë do të prezantojmë të dhënat e Driton Sallovës, vendlindja e tij është Prishtina, sot duhet të jetë 38 vjeç, është larguar në vitin 1995 në drejtim të Bosnjë-Hercegovinës. Ka qenë vitin 91 kur Dritoni largohet në drejtim të Kroacisë, pasi mbërrin atje për shkak të luftës, transferohet në Bosnjë. Në vitet 95 ka qenë dhe letra në të cilën ai ka dërguar për familjen, në të cilën shkruante që jetonte në qytetin e Zenicës në Bosnjë në një familje muslimane. Kjo ka qenë dhe letra e fundit që Dritoni ka sjell familjarëve dhe që nga ai moment nuk ka asnjë informacion. Janë të lutur gjithë personat që kanë diçka të telefonojnë. Atëherë jemi duke ndjekur foton dhe të dhënat e tij. Ishte rasti i fundit për të prezantuar sonte. Të nderuar miq, unë ju ftoj të vazhdoni telefonatat, informacionet tuaja për rastet që ne kemi publikuar gjithë të mbrëmje. Në gjithë këto orë pra transmetimit të drejt për së drejti kemi filluar pra rreth orës 21, kemi hyrë në ditën e re, ditën e enjte sonte të datës 19 korrik, jemi në orën pra 1:00 PM, ka qenë një transmetim i gjatë, maraton në kërkim të fatit të personave të humbur, kemi prezantuar shumë raste, gjithsesi për gjitha informacionet që janë grumbulluar sonte dhe ato që do të vinë në vazhdim. Ditën e nesme rreth orës 10:30 të paraditës ritransmetohet emisioni on dhe ju mund vazhdoni të telefononi, të jepni ato që dini për raste që ne publikojmë. Gjatë gjithë tyre pra informacioneve të grumbulluara dhe atyre që ne do të zbulojmë, do të takohemi të mërkurën që vjen në të njëjtën orë. Deri atëherë natën e mirë dhe mirupafshim.
tani e ka radhën, kush e ka radhën? Alo? Ana? Po? E more vesh për mozën mi? Moza? Që ka moza? 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 Asi você li mata, ai se ci pegu, ai se ci pegu. Përfiton aq shumë sa duhet të gjesh një mënyrë që t'i shpenzosh të gjitha. Me paketën mujore Plus, për vetëm 1000 lek, përfiton 4500 minuta brenda Plus, 90 minuta jashtë Plus, 400 SMS brenda Plus dhe 490 MB. Eja në Plus dhe zgjidh ofertat më të mira me çmimi më të lirë, sepse Plus të përket ty. Love